ky rast ka të bëjë me shpëlarje të parës. Në sensin e sigurisë dhe drejtësisë, pra apo i bie që këto grupe kriminale që janë me përbërje të qytetarëve me prejardhje nga Kosova shqiptar, pra që janë shqiptar kosovar, që nivelin e lartë të kriminalitetit e kryejnë e jashtë vendit dhe trafikimin e narkotikëve bëjnë jashtë vendit, në ndërkohë që asetet paran synojnë që ta le të themi pastrojnë në Kosovë. Po, unë e shoh situatën në dy dimensione, Dibran. Dimensioni i parë është fakti që sa herë autoritetet të Kosovës ju japet mundësia, në këtë rast Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës në koordinim me autoritetet policore, ata e dëshmojnë veten. Institucionet tona tregojnë që ne dimë dhe mundem dhe dëshirojmë me bashkëpunu. Në anën tjetër nuk mundem me mohu përfshirjen e shtetasve tonë në rastet këtyre përmasave, që të dy këndvështrimet, për mendimin tim, janë thirrje që sa më shpejt Kosova të shtyhet përpara drejt antarësimit në Europol dhe në pse jo dhe në Bashkimin Evropian dhe instanca tjera, sepse është mënyra më e mirë, ndoshta edhe vetmja, për me luftu në mënyrë efikase këtë fenomen. Përndryshe nuk e di, ndoshta është mirë me sqaru faktin që ky rast ka të bëjë me shpëlarje të parës. Për këtë e pyeta specifikisht. Ka të bëjë me pastrimin e parave, për publikun pastrimi i parave është vepër penale, pra është fenomen i inkriminuar në kodin penal të Republikës Kosovës, nenin 302, po është dispozit referuese, sepse ne kemi një ligj të posaçëm për parandalimin e pastrimit parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit edhe pastrimi i parave në rasti tjetër kështë të bëndë me financim të terrorizmit. Me financim të terrorizmit. Pro kemi të bëjmë me situata kur personat përmes aktiviteteve kriminale krijojnë mjete tyra monetare dhe në forma ndryshme i pastrojnë këtë rast të pandejurit ose persona në fjallë i kanë shndru, i kanë konvertu ato pare, ato të mjete në shufrat të arit, në shufrat sasit konsiderueshme. Në 7 orë ishin konfisku rreth 100 tash, rreth 50 kujtoj, ose rreth 30, po e kështu me radhë. Në kohën që po jetojmë, përveç shufrat të arit, pastrimi parave mundësohet edhe përmes kriptovalutave, edhe përmes pikturave, edhe përmes formave shumë të ndryshme, kështu që është fenomen i cili kërkon vëmendjen e autoriteteve.